Mirëmbrëma dhe mirë se vini në rrethësore në këtë ditë të rëndësishme, kur më në fund një paqe, ajo europiane, mbizotroi mbi kuvendin tonë shqiptar. Një rezolutë e cila u votua përgjithsisht nga të dyja palët. Natyrisht do flasim dhe për mungesat e ndonjë vote, kryesisht Sali Berishës, por rëndësishme është që është një rezolutë i cili ishte produkt i negociatave midis dy partive dhe të paktën në komisione u votua me konsensus mes tyre. Me mua sot në studio janë Romina Kuko, nënkryetare e grupit parlamentar socialist. Mirëmbrëma Romina. Mirëmbrëma. Taulanta Juvi, mirëmbrëma Taulanta. Mirëmbrëma. Martin Lega, mirëmbrëma Martin. Mirëmbrëma. Dhe Frok Çuvi, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Por ndjekim pak thelbin e rezolutës dhe çfarë ndodhi sot në parlament në kronikën tonë. Kthehemi pas pak. Hapim seancën plenare. Socialistët dhe demokratët u bashkuan që herët para ditën e kësaj të enjteje në përmbajtjen e rolit të tyre si ligjvënës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Më parë një grup deputetësh e të dyja palëve punuan për dakordsi. Dhe më pas në parlament të gjithë ulën tonin e zorit që karakterizon sallën parlamentare zakonisht dhe ju drejtuan me qetësi e batuta njëri tjetrit, duke u fokusuar tek rezoluta që kishin hartuar në Komisionin për Politikën e Jashtme për Integrimin. Dita e sotme e punës tonë ka nisur me një lajm pozitiv nga Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme, ku të gjithë së bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument i cili është një dokument shumë i mirë. Ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoi pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, ka brenda dhe syrin objektiv, por ka mbi të gjitha yllin orientues të Shqipërisë sonë përbashkët e që është antarësimi në Bashkimin Evropian. Në këtë rezolut, mazhoranca dhe opozita konfirmojnë se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian përbën objektiv strategjik kombëtar që drejton agjendën reformuese të vendit për transformimin demokratik, institucional, ekonomik dhe social. Gjatë diskutimit mbi 5 orësh të dyja palët u ndanë në standardet dhe bllokuesit në këtë rrugtim të Shqipërisë drejt BE-s, por në fund sërish u bashkuan në votim. Vazhdojmë me votimin e projektit rezolutës për procesin e antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbyllet votimi. 114 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt rezoluta. Edhe deputetët e krahut opozitar votuan pro rezolutës, veç Bujar Leskajt që zgjodhi abstenimin. Tabela u ngjyrosi jeshile dhe disa vende gritën mungesave. Mes këtyre edhe vendi i kreut të opozitës Sali Berisha, që gjatë orëve të para ishte i pranishëm. Mungoi dhe kryeministri Rama që ndodhet në Berlin. Megjithatë, kjo rezolutë është ndër të paktat dokumente që miratohet me konsensus mes mazhorancës dhe opozitës në kuvent, dhe ajo u lexua nga kreu i Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani. Duke theksuar se orientimi evropian në zgjedhje e vullnetit lirë me rëndësi strategjike mbarkombëtare, që gëzon mbështetjet gjërë qytetare dhe përfaqëson një angazhim të qëndrueshëm ndaj vlerave themelore të Bashkimit Evropian. Një angazhim merr vetë mazhoranca socialiste në raport me opozitën. Mazhoranca angazhohet të sigurojë kushtet për pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarinë parlamentare, të respektojë kërkesat e saj në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Opozita angazhohet të sigurojë pjesëmarrje të plotë në veprimtarinë parlamentare në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Të dyja palët angazhohen për forcimin e dialogut politik. Po ashtu kërkohet që Kuvendi i Shqipërisë të forcojë partneritetin ndërparlamentar me Parlamentin Evropian dhe parlamentet e vendeve anëtare të BE-s, duke kontribuar aktivisht në diplomacinë parlamentare dhe marrëdhëniet dypaleshe me to. Ndodhi diçka që nuk ndodh shpesh, por duhet të ndodh më shpesh. Ne ulëm bashk, menduam bashk, dhe patjetër që ram dakord bashk për diçka që është më e madhe se ne. Historia nuk do të mbajë mend absolutisht asnjëherë debatet tona të përditshme, por do të mbajë mend nëse ne ju përgjigjem thirrjes së kohës. Sot ju përgjigjem, po sfida është të përgjigjemi përdit derisa t'ia dalim. Kërkojmë që të zbatohet kjo rezolutë, të monitorohet nga ky parlament dhe të raportohet në mënyrë periodike nga institucionet shtetërore, pikërisht mbi zbatimin e çdo pike të saj.
Romina, atëre, ti përveç se në kryetare grupit, ke qenë edhe kryetare e negociatave mes palëve. Primus inter pares. Dakord, po okej, ti drejtoje. Dhe ideja është që si arritët shpejt në këtë lloj temi kompromisi? Pasi më duket se kompromisin arritët shumë shpejt se sa spektakli 5-6 orë sot në kuvend. Jo, nuk ishte. Ne negociata zgjati diku te 6 orë. Ne filluam të diskutonim këtë gjatë kohës që në krye negociatoria po raportonte në Komisionin për Europë dhe Punë të Jashtme. Kishim planifikuar që rezolutën ta kalonim në një mbledhje, si me thënë, pas raportimit të negociatores. E shtym për sot, sepse kërkonte një diskutim të gjatë. Nuk ishte e lehtë që të arrinim në një konkluzion, por besoj që sa po vendosëm linjat kryesore të parimeve, pastaj ishte e thjesht për të përpunuar tekstin edhe çdo detaj tjetër. Sepse ajo që më bë mua përshtypje dhe thash në jetë reale është fakti që opozita ka rënë dakord të bëjë gjithçka që nuk e ka bërë deri tani. Dhe kjo është sigurisht edhe fal negociatave, po mendoj që duhet të jetë një vullnet, një vullnet hynor. Hynor ndoshta jo. Unë besoj që në momentin po besoj që do është një farë ultimatumi që duhet të ketë ardhur, se ndryshe nuk shpjegohet fakti që sot ata kanë rënë dakord. Një për të bërë gjithçka që nuk e kanë bërë deri tani. Dhe dyta, ajo që pashun tek mediat e tyre ishte reagimi kundër kësaj rezolute. Jo nga politikanë vetë, po nga njerëz afër tyre, cilët e quanin një cop letër pa vlerë juridike. S'është e parë që ka zëra të ndryshëm kështu se linjat politike janë pak ambigue. Po vinte nga syri i familjes, ishte pak më ndryshe, ishte pak më solide. Ajo që duhet themi është që besoj që është një vetvrasje politike të jesh kundër integrimit. Dhe në këtë moment ku ne jemi në momentin final të fazës tranzitive, se pasi ne të mbyllim i barin, fillojmë tjetër kapitull pastaj. Bile e mbyllim atë librin e vjetër dhe hapim një libër të ri, kur vjen puna për negociatat. 101 pika, për cilat duhet plotësoj. 101 pika. 90 disa ne i kemi plotësuar, dhe pra po flasim për një avancim shumë të madh. Në momentin që ne kalojmë i barin dhe fillojmë mbyllim kapitujt, është histori tjetër. Të dalësh kundër këtij momenti dhe të mos kesh kompromis politik, çfarëdo lloj force politike do të bënte një autogol të madh. Kështu që besoj që edhe pa një bindje me fjalë një force major, nëse mund ta quajmë kështu, ky është imperativ dhe duhet të jesh shurdh politik për të mos e kuptuar imperativin e kohës. Që justifikohet patjetër edhe nga votuesit në terren. Pra edhe njerëzit aty poshtë kanë votuar për të kundërshtuar njëri tjetrin, në këtë moment arrin ta kuptojnë që kjo votë e përbashkët i shërben Shqipërisë, nuk ka të bëjë me dakordsinë me njëri tjetrin. Unë pash një sondazh që ndoshta do ta publikojmë, por që mbi 52% e njerëzve besojnë, dhe kur themi 52% nuk janë 52% juajt. 52% që është shumë i gjerë se aq, që besojnë realisht që Shqipëria ka një shans konkret për të futur në Bashkimin Evropian në 2020. E thoni ju, po ndërkohë, po them, perceptimi publik është që edhe njerëz për te jush, që nuk janë dakord me ju, që nuk duan të jeni pushtet, po mendoj që ndoshta po ky është. Problemi është Malezia ka kapur këtë momentum, besoj që e kanë kuptuar. Tjetër histori. Maqedonia akoma jo, them unë. Tukaj ne nuk e di, pastaj kjo rezolutë është një sinjal i mirë, po nuk e di sa binës është. Kjo rezolutë është ajo çka është kërkuar në çdo raport të BE-s. Nëse ne në një farë mënyrë kemi patur një ngadalësim edhe në Koela dhe në mbledhjet e tjera, ka qenë sepse ne nuk kemi patur edhe dialogun dhe dakordsim politike. Ata e thonë shpesh dhe vazhdimisht që duhet të ketë dialog. E tha dhe rezoluta e Komisionit Pikërisht, që ky është